Njihet si dita e 9 e Shëngjergjit e shumë qytetarë shkojnë në Kodrën e Qabratit për të festuar dhe kryer lutjet në tyrbin e Qabratit. Halil Rama, i cili përkujdeset për tyrbin, thotë se kjo datë është shumë e rëndësishme. Kjo dita ndona ditë Shëngjergjit me 14 e ka që kjo tyrbe ka që ditë. Po vinë mu lut, mja kry atë detyrë dhe jetën se shka për çfarë arsye vjen. Për çfarë arsye vjen. Rama gjithashtu thotë se besimtarët shumë shpesh e vizitojnë hapësirat e tyrbes, edhe pse krahasuar me vitet e shkuara interesimi është më i ulët. Tash më pak po vinë. Mirë po, qaj se donë më ardhë me boj zjarët, vjen edhe shkonën. Njëra nga vizitorët që ishte e pranishme sot në Kodrën e Qabratit, tha se ndihet mirë kur vjen e tyrbe. Në Qabrat vim çdo vjet, ditën e 9 Shëngjergjit, se mbledhem edhe afrohem njëri me tjetrin, shkojmë tyrbe, bojmë ato tona çka i kena nezrat e këto, takojmë njëri me tjetrin, shëtitim, hajmë drejk, dark, i marrim me veti, se këto s'ka kush më na afro, janë edhe do njerëz që si shesin, po ma mirë bio tonet të shtëpisë. Lutjet dhe ritualet fetare besimtarët i kanë të shpeshta në tyrbet e ndodhura në Gjakovë, Prizren.